Edicioni informativ në Radio Televizionin Pendimi. Titujt kryesor për edicionin e sotëm. Reduktimet të paparalajmëruara të rrymës, qytetarët e bizneset në telashe. Zjarri dëmton QMF në Ratkoc, digjet një autoambulans, një i dyshuar në kërkim. Rritet fluksi në pikat kufitare, pritje mbi 3 orë në Merdar. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe shikues të Radio Televizionit Pendimi, po fillojmë këtu me edicionin e lajmeve për ditën e sotme, hën 22 dhjetor 2025. Unë jam Luljeta Beshiri. Edicionin e fillojmë me lajmet nga vendi. Vetëm pak ditë pasi Kosti ka paralajmëruar rrezikun e mbi ngarkesave në rrjet gjatë sezonit dimror, qytetarët në disa komuna të Kosovës po përballen me ndërprerje të paparalajmëruara të energjisë elektrike. Ndonse kompanitë thonë se furnizimi është stabil, reduktimet po shkaktojnë telashe për familjet dhe bizneset. Anise Kost të shtunën ka njoftuar për rikthim të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët që fuqizohen nga nën stacioni në Rahovec. Qytetarët e kësaj komune dhe Malishevës kanë thënë se reduktimet kanë vazhduar edhe gjatë ditës së diel. Me ndërprerje të paparalajmëruar të rrymës janë përballur edhe qytetarë të komunave tjera të Kosovës, duke shkaktuar telashe edhe në funksionim të bizneseve. Shkaku i ngarkesave në rrjet, Kost ka kërkuar nga qytetarët që të ulin konsumin, duke zhvendosur atë jashtë orareve të pikut. Sipas këtij institucioni, ngarkesat më të larta janë në Rahovec, Prizren, Gjilan dhe Lipjan. Qytetarëve të këtyre zonave u është kërkuar kujdes i shtuar dhe bashkëpunim për të shmangur mbi ngarkesat dhe për të ruajtur furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike. Një incident zjarri është shënuar në orët e para të mëngjesit në fshatin Ratkoc të Rahovecit, ku si pasojë janë shkaktuar dëme materiale në qendrën e mjekësisë familjare, përfshirë edhe djegjen e një autoambulance. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës Sheremet Elezaj ka bërë të ditur se rreth orës 2:40 të dielës është pranuar një raport për zjarr në ambientet të QMF-s në Ratkoc. Sipas tij, policia dhe Zjarfiksit kanë ndërhyrë menjëherë në vendin e ngjarjes, ndërsa flakët kishin përfshirë dhe shkatëruar një autoambulancë të kësaj qendre shëndetësore. Përveç autoambulancës, dëme materiale janë shkaktuar edhe në objektin e QMF-s. Zjarri është vënë në kontroll në kohë dhe fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar, ka deklaruar Elezaj. Ai shtoi se pas konsultimit me prokurorin e shtetit, rasti është cilësuar si zjarrvënie, ndërsa policia është duke hetuar dhe kërkuar një person të dyshuar. Pushimet e fundvitit dhe zgjedhjet që do të mbahen më 28 dhjetor kanë rritur ndjeshëm fluksin e qytetarëve në pikat e kalimit kufitar, duke shkaktuar kolona dhe pritje më të gjata në disa prej tyre. Sipas të dhënave të fundit të përditësuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet më të gjata janë regjistruar në pikën kufitare Merdar, ku për hyrje të automjeteve është raportuar se pritjet kanë qenë mbi 3 orë, ndërsa në dalje pritjet ishin më të shkurtra, rreth 3 deri në 5 minuta. E në pikën kufitare dhe u i bardh, qytetarët po ballen me pritje rreth 30 deri në 40 minuta në hyrje, ku është krijuar edhe një kolonë automjetesh rreth 150 metra, ndërsa në dalje pritjet janë 3 deri në 5 minuta. Vazhdojmë me një tematik tjetër. Astronomia kosovare Pranvera Hyseni ndodhet aktualisht në qendrën e NASA-s në Mauna Kea në Havaj, ku është duke punuar në projektet kërkimore përmes teleskopit 3 metërsh. Ky observator ndodhet në një lartësi mbidetare prej 4000 metrash, duke ofruar kushte ideale për studimin e universit dhe eksplorimin e hapësirës. Ajo po kontribuon në kërkime të avancuara shkencore për studimin e asteroideve, duke sjellë njohuri të reja në fushën e astronomisë. Puna e Pranvera Hysenit në një nga observatoret më të njohur të NASA-s është një arritje e rëndësishme për komunitetin shkencor të Kosovës dhe një shembull frymëzues për të rinj që synojnë karrierë në shkencë dhe hapësirë. Vazhdojmë me lajmet nga rajoni. Parandalohet përleshje e të miturve me thika në Shkodër. Një konflikt mes nxënësve të shkollave të mesme ka përfunduar në përplasje fizike pas mësimit pranë vendqëndrimit të furgoneve. Në pamjet filmike shihet një adoleshent që nxjerr thik dhe tenton ta sulmon grupin rival, por fatmirësisht nuk ka të plagosur. Situata u qetësua falë ndërhyrjes e një qytetarjeje. Policia ka mbritur një vendngjarje dhe po heton rastin, i cili lidhet me një konflikt të mëparshëm mes të rinjeve në Shkodër. Për shkak të mjegullës së dendur janë anuluar fluturimet e mëngjesit nga aeroporti i Shkupit.
Për shkak të mjegullës së dendur, të gjitha fluturimet e mëngjesit nga aeroporti i Shkupit janë anuluar dhe atë fluturimet drejt Dortmundit, Brukselit, Parisit, Ljubljanës, Bazelit, Memmingen dhe Venecias. Po ashtu është anuluar fluturimi drejt Zagrebit i Croatia Airlines, si dhe ai drejt Stambollit. Asnjë nga 6 avionet e Wizz Air të stacionuar në bazën e Shkupit nuk arritën të ulen në aeroport. Për shkak të mjegullës, avionet u devijuan drejt aeroporteve në Prishtinë, Sofi, Tiranë, Selanik dhe Ohër. Ekipet e Wizz Air këtë mëngjes udhëtuan drejt aeroporteve ku avionet u ulën dje dhe prej atje do të fluturojnë drejt disa destinacioneve që u anuluan mëngjesin e sotëm për të marrë pasagjerët drejt Shkupit. Për shkak të mjegullës shumë të dendur, dje në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit u ulën vetëm 3 avion, të cilët arritën të fluturojnë në pasditë, kur kushtet e motit përmirësoheshin pak. Fluturimet e tjera u anuluan, ndërsa avionet që duhet të uleshin u devijuan. Shikueshmëria ra në 100 metra shumë më pak se standardet për ulje me instrumente në kategorinë me të ullet 1, si ajo që e ka aeroporti i Shkupit. Sipas parashikimit të drejtorisë për punë hidrometeorologjike në Shkup dhe 3 ditë të ardhshme pritet moti i ndryshueshëm me mjegull. Lajmet nga bota. Sulm me armë zjarri ndaj xhamisë shqiptare në Hollabrunn të Austrisë. Mbrëmjen e kaluar pak para mesnatës, xhamia shqiptare në Hollabrunn të Austrisë u sulmua me armë zjarri. Sipas informacioneve fillestare, në momentin e incidentit nuk kishte persona brenda objektit, pasi besimtarët e kishin lënë xhamin vetëm disa minuta më herët. Nga të shtenet janë shkaktuar dëme materiale në objekt, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për të lënduar. Rasti ka shkaktuar shqetësim të madh të komunitetit shqiptar dhe megjithëse duke ngritur alarmin për sigurinë e objekteve fetare. Komuniteti shqiptar musliman në Austri e ka dënuar ashpër këtë akt, duke e cilësuar si sulm ndaj bashkëjetesës dhe paqes ndërfetare. Në reagimin e saj, ajo ka kërkuar nga autoritetet austriake që rasti të hetohet me urgjencë, autorët të identifikohen dhe të marrën masa shtese për rritjen e sigurisë së objekteve fetare. Autoritetet austriake kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes, ndërsa komuniteti shqiptar apelon për qetësi, unitet dhe ruajtjen e bashkëjetesës paqësore në shoqëri. SBA-ja sekuestron anijen e dytë me cisternë naftë në brigjet e Venezuelës. SBA-ja ka sekuestruar një anije cisterne nafte që ishte nisur së fundmi nga Venezuela, sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s. Është hera e dytë këtë muaj që SBA-ja ka sekuestruar një anije që transportonte naftë pranë brigjeve të vendit. Ky veprim vjen pasi presidenti i SBA-s Donald Trump tha të martën se po urdhëronte një blokadë të cisternave të naftës të sanksionuara që hyjnë dhe dalin nga Venezuela. Venezuela ka dënuar konfiskimin e fundit nga SBA-ja, duke e përshkruar atë si vjedhje dhe rrëmbim. Lajmet nga sporti. Shpërthen skandali në Turqi, kryetari i Fenerbahçes në hetim për trafik droge. Kryetari i Fenerbahçes, një prej klubeve sportive më të mëdha të Turqisë, u thirr të shtunën për të dhënë dëshmi në kuadër të një procesi hetimor për trafik drog, ku janë përfshirë edhe figura të njohura nga bota e argëtimit dhe medias. Saadettin Saran, i cili mban shtetësi të dyfisht turke dhe amerikane, dha deklaratën e tij në Stamboll pasi u kthy nga një vizitë jashtë vendit. Më pas ai u dërgua në një institut të mjekësisë ligjore për t'u marrë mostra e gjakut dhe flokëve, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu. Që nga fillimi i dhjetorit më shumë se 10 persona janë ndaluar si pjesë e hetimit që po drejtohet nga zyra e kryeprokurorit të Stambollit. Mes të ndaluarve ka prezantues televiziv, gazetar, këngëtar, aktor dhe influencues të rrjeteve sociale të dyshuar për vepra penale që përfshin prodhimin dhe trafikimin e drogës, si dhe lehtësimin e prostitucionit. Shumë prej tyre janë nënshtruar analizave të gjakut dhe të flokëve për praninë e substanceve narkotike. Saran, i lindur në Denver dhe i zgjedhur kryetar i Fenerbahçes në shtator, u mor në pyetje në dyshimin për sigurimin dhe lehtësimin e përdorimit të substancave narkotike. Pas dhënies së mostrave mjeke ligjore, ai u rikthy në gjykatën e Çajglanit dhe më pas u lirua në masa gjyqësore.
parashikimi i motit. Edicionin e vazhdojmë me të dhënat sinoptike për ditën e sotme, 22 dhjetor 2025. Të dhënat sinoptike për ditën e sotme mbi territorin e Republikës së Kosovës flasin për temperatura të ulta, një mot të vranët me mjegull dhe me temperaturën më të lartë për ditën e sotme që do të arrijë në 4 gradë Celsius, ndërsa më e ulta do të zbres në -1 gradë Celsius. Ndërsa territori i Republikës së Shqipërisë do të përshkuhet me mot kryesisht të kthjellët dhe me temperatura më të larta se në territorin e Kosovës. Ajo më e larta do të arrijë në 15 gradë Celsius, ndërsa më e ulta do të zbres në 6 gradë Celsius. Mbi territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të kemi temperatura të ulta dhe me mot me vranësira. Më e larta për ditën e sotme do të arrijë në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo më e ulta do të zbres në 0 gradë Celsius. E me të dhënat meteorologjike të nderuar miq të Radio Televizionit Pendimi kemi përmbyllur edicionin e lajmeve për ditën e sotme. Vazhdoni të qëndroni me programet e mëtejme. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.